Ai u kthye në shtëpi në një karrige me rrota për të vënë në provë gruan që thoshte se e donte. Ftohtësia e saj e lëndoi, por asgjë nuk u krahasua me sekretin mizor që ai vetë kishte vendosur të sillte në jetë. Stefan Ruizi kishte gjithçka që çdo kush do të dëshironte: para, shtëpi, makina, biznese dhe udhëtime. Kompania e tij e teknologjisë ishte rritur aq shumë gjatë 10 viteve të fundit, sa tani kishte zyra në 3 vende. Shumë e admironin, të tjerë e kishin zili, por thellë brenda ai ndihej i vetmuar. Prej një viti dilte me Danielen, një grua shumë më e re se ai, e bukur, me stil dhe me një djalë që mund të binte këdo. Ajo ishte 28 vjeçe, dizajnere interierësh dhe fliste gjithmonë për sa shumë dashuronte. Por kohët e fundit, Stefanit ishte krijuar një ndjesi shqetësimi në kraharor, diçka që nuk i hiqej nga mendja, si një gjemb i ngulur që nuk e linte të qetë. Një pasdite, ndërsa priste në makinën e tij që Daniela të dilte nga ordinanca e dermatologut, ndodhi diçka. Djali i saj, Ramiri, zbriti të blinte një kafe. Stefani, i mërzitur, po kontrollonte disa emaile në telefonin e tij. Pa pritur, një tingull njoftimi. Ishte telefoni i Danielës që e kishte lënë në çantë si zakonisht, ose ndoshta nga instinkti. Ai e mori dhe e zhbllokoi. Ajo nuk i vinte kod. Thoshte se i besonte. Pikërisht në atë moment erdhi një mesazh. Ishte nga dikush i ruajtur si G. Ai e hapi pa menduar. Mesazhi thoshte: sot do të shohësh të paaftin apo duhet t'i bësh përkëdhelje gjithë natën? Stefani mbeti i ngrirë. Nuk reagoi, nuk lëvizi. Nuk mund të besonte atë që sapo kishte lexuar. E shikonte ekranin sikur telefoni po fliste një gjuhë tjetër. Ndjeu se diçka brenda tij u thye. E mbylli mesazhin, mori frym thellë dhe e vuri telefonin sërish në vend. Pikërisht atë çast pa Danielen duke dalë nga ordinanca me fytyrën e saj perfekte, çantën e shtrenjtë dhe buzëqeshjen e rreme. Gjatë gjithë rrugës për në shtëpi, ajo foli pa pushim për një koleksion të ri këpucësh italiane që donte t'i tregonte. Por Stefani vetëm e shikonte anash. Nuk i dëgjonte më fjalët, vetëm zërin e saj, një zë që nuk i tingëllonte më i ëmbël, por bosh. Pyetja se kush ishte G i doli nga goja me një ton të lehtë, sikur të mos kishte rëndësi. Ajo qeshi dhe tha se ishte një koleg pune që përdorte nofka budallaqe. Ai nuk këmbënguli, vetëm pohoi me kokë dhe heshti. Atë natë Stefani nuk mundi të flinte. Qëndroi shtrirë pranë Danielës që flinte thellë. U ngrit, zbriti në kuzhinë dhe derdhi një whisky. Mendonte pa pushim. Apo e tradhtonte? Prej kur? Ishte me të vetëm për paratë? Apo ishte thjesht paranojak? U ul në sallë, fiku dritat dhe qëndroi aty në heshtje, ndërsa jashtë binte një shi i lehtë. Të nesërmen në zyrë u përpoq të përqendrohej në punë, por nuk ja doli. Diçka ishte thyer brenda tij. Thiri Ramirin, shoferin dhe njeriun e tij më të besuar prej vitesh. Kur ai hyri, Stefani i kërkoi të mbyllte derën. I tregoi për mesazhin dhe për dyshimet e tij. Ramiri dëgjoi pa e ndërprerë. Në fund tha se edhe ai kishte vënë re gjëra të çuditshme. Sugjeroi një provë, diçka që do ta nxirrte Danielen nga zona e saj e rehatisë. Atëherë Stefani pati iden. Po sikur të shtirej sikur kishte pësuar një aksident, po sikur të kthehej në shtëpi paralizuar, i varur nga të tjerët për gjithçka, a do të qëndronte Daniela pranë tij apo do të largohej ngadalë? Ideja u rrit në mendjen e tij derisa u bë e pashmangshme. Duhej ta bënte. Pas disa ditësh përgatitjesh, u përhap lajmi se Stefani kishte pësuar një aksident të rëndë. Kur u kthye në shtëpi në karrige me rrota, Daniela e priste në sallë, e kuruar sikur për një mbrëmje gala. Reagimi i saj ishte i ftohtë, pa lot, pa përqafim. Pyeti thjesht çfarë kishte ndodhur. Mjekët, sipas historisë, thoshin se dëmtimi ishte i përhershëm. Ditët që pasuan treguan të vërtetën. Daniela nuk e ndihmonte, nuk e prekte, nuk e pyeste si ndihej. Shpesh largohej, kthehej vonë dhe e trajtonte si barë. Në kontrast, shërbyesja e shtëpisë, Lulieta, i tregonte kujdes dhe ngrohtësi të sinqertë, pa e ditur planin. Kjo e preku thellë Stefanin. Me ndihmën e Ramirit u vendosën kamera diskrete. Pamjet zbuluan se Daniela kishte një tjetër burr. Nuk kishte më dyshim. Dashuria nuk kishte ekzistuar kurrë. Ndërsa lajmi për aksidentin përhapej dhe Daniela vazhdonte jetën e saj pa asnjë shqetësim, Stefani e kuptoi se prova kishte përfunduar.
Ai kishte parë të vërtetën, edhe pse ishte më e dhimbshme nga sa kishte imagjinuar. Ajo ju përgjigj me një zë të dobët, të dhëmbshëm, sikur po I fliste dikujt me grill. Jam mirë, është një mrekulli që jam gjallë. Daniela u ngrit më në fund dhe u afrua drejt tij. I dha një puthje të shpejt në ballë, pothuajse me neveri, sikur ta bezdiste ta prekte. Nuk pyeti asgjë më tepër, vetëm tha, sa mirë që je këtu. Do të përgatis diçka për darkë dhe shkoi drejt në kuzhinë. Stefani mbeti duke e parë teksa largohej. Ramiri e shtyu ngadalë drejt dhomës së tij pa thënë asgjë. Tashmë ishte e qartë se Daniela nuk kishte ndërmend të kujdesej për të, nuk donte të qëndronte pranë tij, nuk ndjente asgjë. Ishte aty nga detyrimi ose ndoshta për ndonjë arsye tjetër. Netët e para ishin torturë. Daniela mezi I fliste, mbyllej në dhomën e saj me telefonin, vinte muzikë, fliste me zë të ulët me dik dhe dilte vetëm për të thënë se do të shkonte të flinte. Mos u shqetëso nëse të duhet diçka. Nuk ofrohej ta ndihmonte të lahej, as ta lëvizte, as t'i jepte ilaçe. Të gjitha këto I bënte Lulieta, e cila rinte zgjuar deri vonë duke pastruar, duke ngrohur ushqim, duke rregulluar gjërat në dhomën e re të Stefanit. Sa herë hynte, e pyeste nëse ishte rehat, nëse donte më shumë jastëk, nëse kishte ftohtë. Ndonjëherë I tregonte anekdota për ta bërë të qeshte. Herë të tjera thjesht rinte aty, duke e shoqëruar në heshtje. Stefani filloi të ndjente diçka të çuditshme në kraharor kur ajo ishte pranë, një lloj qetësie. Një mbrëmje, ndërsa po hanin në sallë, Lulieta I ra një tabaka nga duar. Ajo u përkul menjëherë për të mbledhur takëmet, por pa dashje e shtyu pak karrigen e Stefanit. Ai bëri sikur ndjeu dhimbje dhe ajo u trem. Më falni, zoti Stefan, ju bëra keq? Ai I tha të mos shqetësohej, se ishte mësuar. Atëherë Lulieta u ul në gjunjë dhe tha diçka që e çarmatosi nga brenda, ju jeni I fortë, më I fortë se kushdo që kam njohur. Jo të gjithë do t'i mbjetonin diçka e të tillë dhe do të mbanin kokën lart. Ju po. Stefani gëlltiti pështymën. Askush nuk I kishte thënë diçka të tillë këto javë. As e dashura, as ortakët, as familja. Vetëm Lulieta, një grua e thjeshtë, pa grim, me uniform pune, që nuk kërkonte asgjë në këmbim. Ndërkohë, Daniela vazhdonte jetën e saj. Shkonte dhe vinte. Vishte parfume të shtrenjta, rroba të ngushta, rinte vetëm duke parë telefonin. Stefani e vëzhgonte nga larg. Nuk kishte më nevojë për prova, por ende nuk ishte koha për të zbuluar asgjë. Duhej ta linte të besonte se kishte kontrollin. Në ato ditë, një gjë I ra në sy Stefanit. Filluan të vinin pako në shtëpi. Daniela thoshte se ishin punë, por I fshite. I mbante në dollapin e saj ose në bagazhin e makinës. Ramiri filloi të dyshonte. I kërkoi leje Stefanit ta ndiqte në mënyrë diskrete. Ai pranoi. Një mbrëmje, Daniela doli rreth orës 8. Mbante një valixhe mesatare. Tha se do të rinte te një shoqe. Ramiri priti pak dhe e ndoqi me një makinë tjetër. Stefani mbeti në shtëpi duke parë orën. Ndjente një përzierje ankthi dhe zemërimi. Donte të besonte se ndoshta ishte diçka tjetër, por në thellësi e dinte. Disa orë më vonë, Ramiri I dërgoi një mesazh me një foto. Daniela duke hyrë në një hotel luksos. Nuk ishte vetëm. Stefani e shikoi imazhin për disa minuta, pastaj e fiku telefonin, u shtri në shtrat dhe mbylli sy. Aksidenti ishte I rrem, por dhimbja ishte e vërtetë. Shtëpia nuk ishte më e njëjta. Edhe pse muret ishin po ato, mobiljet në vend dhe aroma e drurit të shtrenjtë ende në ajër, gjithçka ndihej ndryshe, sikur diçka ishte fikur. Heshtja bëhej gjithnjë e më e rëndë. Daniela nuk vinte më muzikë, nuk e mbushte hapësirën me të qeshurën e saj, nuk hynte më në studion e tij për të mësuar rreth projekteve. Tani gjithçka ishte e shpejtë, e ftohtë, si një detyrim. Karrigia me rrota u bë pjesë e peizazhit. Stefani kalonte shumicën e ditës në sallë, përballë dritares së madhe, duke bërë sikur lexonte ose shikonte lajme. Shpesh nuk shihte asgjë, vetëm rinte aty, duke parë Danielën teksa hynte e dilte pa I thënë ku shkonte, duke folur me zë të ulët në telefon, duke buzëqeshur kur mendonte se askush nuk e shihte. Ishte sikur aksidenti të mos e kishte prekur fare. E vetmja që dukej se e ndjente dhimbjen ishte Lulieta. Çdo mëngjes ngrihej herët, I përgatiste mëngjesin me kujdes, e ndihmonte me ilaçet, I rregullonte batanien mbi këmbë.
Kur e shite më të heshtur se zakonisht i fliste për vajzën e saj, për sa shumë i mungonte kruz, për netët kur kishte qarë në heshtje duke menduar se nuk vlente për asgjë. Dhe kështu, mes tregimeve dhe bukës së thejkur, ajo zinte gjithnjë e më shumë vend në ditën e tij. Stefani nuk e thoshte me zë, por priste me padurim ta shite çdo mëngjes. Daniela, përkundrazi, bëhej gjithnjë e më e largët. Shpesh dilte herët dhe kthehej vonë. Kur vinte, mbyllej në dhomën e saj. Thoshte se ishte e lodhur ose se kishte dhimbje koke. Ndonjëherë, për formë, ulej pak minuta pranë tij dhe e pyeste si ishte, pa e parë në sy. Stefani, me zemrën cop-cop, përgjigjej shkurt. Nuk donte të dukej i dobët, edhe pse brenda ndihej më i vetëm se kurrë. Një pasdite, ndërsa Ramiri e shtynte në kopsht, Stefani i kërkoi të ndalonte. Ishin në një pemë të madhe, aty ku dikur bëheshin mbledhje familjare. Stefani mori frymë thellë dhe foli me zë të ulët. Ajo nuk ndjen asgjë, Ramir. Jam bërë barë për të. Më sheh si diçka të panevojshme. Ramiri e pa seriozisht. Shef, e vetmja gjë që shoh është një grua pa zemër, por ju nuk jeni vetëm. Stefani pohoi me kokë. Në atë çast, ngriti sytë dhe pa Danielën në balkon duke folur në telefon. Qeshte, luante me flokët. Kishte atë shprehje që kishte dikur, plot dëshirë. Tani ajo buzëqeshje nuk ishte më për të. Të nesërmen, Lulieta hyri në dhomë me një shprehje të shqetësuar. I çoi mëngjesin dhe, me zë të ulët, i tregoi se kishte dëgjuar Danielën duke thënë se së shpejti do të firmoseshin disa letra dhe se duhej ta duronte edhe pak. Stomaku i Stefanit u shtrëngua. Ai e falenderoi Lulietën dhe fsheu dhimbjen. Atë natë, Daniela doli sërish, e veshur për të impresionuar. Ramiri e ndoqi. Mesazhi erdhi shpejt, hotel luksos, nuk ishte vetëm. Stefani mbylli sytë. Tani e dinte. Dhe megjithatë, vendosi të priste. Donte të shihte deri ku do të shkonte ajo, para se ta përballte me të vërtetën. Zëri i saj vinte nga ana tjetër e korridorit. Dhoma e saj ishte larg, por fjalët depërtonin përmes mureve. Po, gjithçka është nën kontroll. Ai budallai nuk dyshon për asgjë. Mjafton që të qëndrosh i fortë. Do të ikim, dashuria ime. Stefani hapi syt, por nuk lëvizi. Nuk nxori asnjë zë. I la ato fjalë të nguliteshin në mendje si një gozhd e ndryshkur. Ai budallai nuk dyshon për asgjë. Të nesërmen gjithçka vazhdoi njësoj. Daniela zbriti herët, e përshëndeti me një puthje të ftohtë dhe u largua. Lulieta përgatiti supë pule dhe i vendosi një batanie mbi këmbë, sepse moti po ftohej. Stefani nuk tha asgjë për atë që kishte dëgjuar, por para se ajo të dilte nga dhoma, ja shtrëngoi dorën për një çast. Faleminderit që je këtu. Për mua nuk është punë, është nder, u përgjigj ajo. Stefani mbeti vetëm duke parë tavanin. Nuk kishte më dyshime. Nuk kishte më vend për justifikime. Vetëm pritje. Distanca mes njerëzve nuk matet gjithmonë me metra. Ndonjëherë ata flenë në të njëjtën shtëpi, flasin çdo ditë, por boshllëku mes tyre bëhet më i madh se çdo dhomë. Kjo ishte pikërisht ajo që po ndodhte mes Stefanit dhe Danielës. Ajo jetonte në të njëjtën shtëpi, ecte në të njëjtët korridore, por emocionalisht kishte ikur prej kohësh. Ai e dinte, por duhej të duronte për ta kapur në flagrancë. Daniela nuk shqetësohej. Në vend që të qëndronte në shtëpi apo ta pyeste si ndihej, ajo dilte gjithnjë e më shpesh. Organizonte udhëtime pune, darka me klient, projekte që zgjatnin gjithë fundjavën. Dilte me valixhe të vogla, rroba të shtrenjta, grim të përsosur dhe atë parfum që tashmë ishte shenjë paralajmëruese. Stefani nuk thoshte asgjë. Vetëm vëzhgonte. Çdo plan i ri, çdo dalje, çdo justifikim ishte si një gozhd tjetër në arkivolin e marrëdhënies së tyre. Ramiri e ndiqte sa herë që mundej. Nuk kishte më dyshim se Daniela kishte një tjetër burr. Por ajo që e lëndonte më shumë Stefanin nuk ishte tradhtia, ishte paturpësia. Mungesa e çdo përpjekjeje për ta fshehur. Një natë, ndërsa Stefani po flinte, dëgjoi derën kryesore. Daniela ishte kthyer vonë. Ai e dëgjoi duke qeshur lehtë ndërsa fliste në telefon. Pastaj heshtje. Të nesërmen ajo as nuk zbriti për mëngjes. I dërgoi një mesazh duke thënë se kishte migren dhe duhej të pushonte. Stefani qëndroi në sallon duke parë telefonin e fikur.
Nuk ndjeu zemërim, as trishtim. Vetëm dëshirën për t'i dhënë fund gjithçkaje, por jo ende. Lulieta erdhi pak më vonë me uniformë të pastër dhe flokët e mbledhur. Si gjithmonë, solli kafe dhe disa ëmbëlsira çokoladate. I gjeta këto sot, zoti Stefan. Janë të mira. Faleminderit, Lulieta. Ajo u ul pranë tij dhe i ofroi një. Nuk e keni parë zonjushën Daniela? Ai tundi kokën. Është në dhomë. Thot se i dhemb koka. Lulieta nuk tha asgjë, por shtrëngoi buzët. Çdo ditë që kalonte, ajo e kuptonte më shumë se diçka nuk shkonte. Daniela nuk ndihmonte, nuk afrohej, nuk fliste me dashuri. Sikur e shmangte Stefanin, sikur prania e tij ta pengonte. Më vonë, ndërsa pastronte studion, Lulieta dëgjoi një thirrje. Laptopi i Danielës ishte i hapur. Nuk ishte video, vetëm zë. Një zë burri, i qartë dhe i sigurt, e ngriti gjakun. Më duen ato letra të firmosura këtë javë. Përndryshe gjithçka bie. Mos u shqetëso, dashuri. Stefani nuk di asgjë. Është si mobilje, vetëm merr frym. Lulieta nuk dëgjoi më, sepse thirrja mbaroi. Ajo doli me kokën ulur dhe zemrën e rënduar. Më vonë shkoi te dhoma e Stefanit dhe vendosi t'i tregonte gjithçka. I rrëfeu për zërin, fjalët, për çmimin. Stefani vetëm pohoi me kokë. Faleminderit, Lulieta. Ke bërë më shumë për mua se ajo në një vit. Atë natë, Stefani i kërkoi Ramirit të zbulonte kush ishte ai burr. Emri i tij ishte Gonzal. Avokat me një të kaluar të dyshimit. Dikur kishte punuar për një nga kompanitë e Stefanit dhe ishte shkarkuar për shkelje. Tani ishte kthyer, jo për punë, por për hakmarrje. Dhe Daniela ishte mjeti i tij. Kur Stefani pa foton e Gonzalit, gjithçka u bë e qartë. Nuk ishte vetëm tradhti, ishte një plan i ndërtuar me kujdes. Dhe këtë herë, Stefani nuk do të ishte viktim. Ai mbeti i paralizuar. Nuk ndjente më zemërim, ndjente zjarr, por u përmbaj. Uli kokën, u largua ngadalë nga korridori dhe shkoi drejt në dhomën e tij. I telefonoi Ramirit nga celulari. Regjistro gjithçka, pa ndërprerje. Dua ta kemi nga fillimi deri në fund. Po, shef. Gjithçka po regjistrohet. Në ekranin e laptopit të Ramirit, videothirrja vazhdonte. Gonzali dhe Daniela flisnin sikur asgjë të mos ndodhte, planifikonin çfarë do të merrnin nga shtëpia, hotelet ku do të qëndronin pas udhëtimit, si do ta pastronin paratë që të mos zbuloheshin. Gjithçka me të qeshura, gjithçka me përçmim, sikur të ishin dy adoleshentë që luanin të ishin mafios. Ramiri shtypi butonin për të ruajtur pamjet dhe bëri kopje rezervë në telefon. 2 orët e para i dërgoi në një re të sigurt. Pastaj bëri një kopje në USB dhe e futi në portofol. Nuk do të rrezikonte. Ajo që kishin në dorë nuk ishte vetëm tradhti, ishte provë e një krimi. Ndërkohë, në shtëpi, Daniela doli nga studioja sikur asgjë. Eci me telefonin në dorë, mbushi edhe një gotë verë dhe u fut në dhomën e saj. Heshtje totale. Stefani i fiku dritat dhe u la të binte në errësirë. Nuk mundi të flinte. Fjalët i silleshin në mendje pa pushim. Nuk ishte kur gjë tjetër veç se një bilet. Do të heq qafe këta invalid. Ikim, ti dhe unë. Çdo fjalë ishte një goditje tjetër. Tani e shite gjithçka qartë. Ajo nuk e kishte dashur kurrë. Ai kishte qenë vetëm një objektiv. Të nesërmen herët, Lulieta erdhi si gjithmonë me kafen, me tenxhere dhe buzëqeshjen e saj të lodhur por të ndershme. U habit kur e pa zgjuar kaq herët. Nuk më zgjumi, i tha ai. Sot solla djath fshati. Stefani e pa, hezitoi një çast dhe tha, faleminderit që je këtu, Lulieta. Vërtet. Jo kushdo do ta bënte. Ajo buzëqeshi lehtë. Ju respektoj shumë, zoti Stefan. Kur nuk më keni trajtuar si më pak. Jam këtu sa herë të më duheni. Në atë moment ai vendosi që kur gjithçka të mbaronte, ajo duhej ta dinte të vërtetën. Më vonë, Daniela hyri me një fletë në dorë. Dashuri, mund ta firmosësh këtë? Është për bankën. Stefani e mori fletën. Ishte kopja e rreme. E firmosi dhe ja ktheu. Ajo e puthi në faqe dhe doli me një buzëqeshje. Nuk e dinte që ajo letër nuk vlente asgjë.
Gonzali u shfaq për herë të parë në shtëpi një të enjte pasdite. Hyri I pa trokitur. Daniela I kishte dhënë Chelsin. Stefani dhe Ramiri dëgjonin gjithçka nga salla. Hapat e Gonzalit ishin të sigurt, si të ishte në shtëpinë e vet. Daniela e priti dhe e përqafoi. U puthën me besim të plotë. E arritëm, Dani, gjithçka është e jona, tha ai. Më lehtë nga sa mendoja. I varfri është imposhtur, vetëm firmos. U futën në studio. Gonzali u ul në karrigen e Stefanit, shtriu këmbët dhe buzëqeshi. Daniela u ul mbi tavolinë, e entuziazmuar. Ai nxori dokumente, çek, plane. Nesër regjistrojmë autorizimin. Pastaj lëvizim paratë. Të dy qeshën dhe ngritën gotat. Stefani I dëgjoi të gjitha me kufje. Çdo fjalë ishte një thik tjetër. Ramiri hyri në heshtje. Gjithçka është regjistruar. Audio e pastër. Stefani pohoi. Dua kopjet gati në mëngjes. Avokati të jetë gati përpara se Gonzali të dorëzoj dokumentet. Por Lulieta kishte filluar të dyshonte. Kishte parë këpucë të panjohura, kishte dëgjuar zëra, kishte parë dokumente mbi tavolinë. Një mbrëmje I çoi çaj Stefanit dhe I tha me zë të ulët se kishte parë një burr të panjohur. Stefani e qetësoi. Nëse sheh diçka tjetër, më thuaj. Të nesërmen, Gonzali u takua me Danielën dhe shkuan drejt një zyre notariale. Ramiri I ndoqi dhe regjistroi gjithçka. Stefani I pa pamjet në kohë reale. Gjithçka ishte gati. Sonte, tha ai. Le të besojnë se fituan. Daniela ishte e lumtur si kurrë. E përqafoi Stefanin dhe tha, nesër fillon jeta jonë e re. Ai vetëm e pa. Në mëngjes, ndërsa Gonzali shkonte në regjistrin publik me dokumente të falsifikuara, Daniela përgatitej para pasqyrës, e bindur se po fitonte. Por në shtëpi, avokati I Stefanit, Juliani Chavez, mbërriti me dokumentet e vërteta dhe provat e mashtrimit. Gjykatësi ishte njoftuar. Llogaritë do të bllokoheshin. Ndërsa Gonzali besonte se po fitonte gjithçka, rjeta tashmë ishte mbyllur rreth tij.